Kjo përzierje do e bëjë shtëpinë tuaj të mbajë erë shumë të mirë, që nga fillimi i përhapjes së problemeve deri te shpallja e imunitetit të dobët, ne jemi përpjekur vazhdimisht që të parandalojmë dhe të shmangim edhe rreziqet që mund të vinë nga higjiena e dobët. Tani është shumë e vërtetë që gjenden edhe disinfektues në dyqane ose në baranatore, prandaj ekzistojnë metoda që mund të krijojnë disinfektues natyral për kushtet e shtëpisë. Përgatitja e këtij në kushte shtëpie kërkon këta përbërës: 500 ml ujë të zjerë, 10 lugë gjedhe uthull, 2 lugë sodë buke, lëngu i 1 ose 2 limonave. Të gjithë këta përbërës i përzieni së bashku dhe në këtë mënyrë krijohet një disinfektues natyral me të cilën mund të disinfektoni mobiljet, tavolinat e punës, lodrat, por edhe duart, dhe për të mbajtur kështu një higjenë sa më të fortë. Vëmendje: informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë